Themeluesja fundit për të drejtën humanitare, Natasha Kandić, ka përmendur mundësinë e ekzistencës së varrit masiv në Pasuljanske livade në Serbi. Përmes një postimi në X, Kandić ka thënë se kjo çështje ka qenë temë e takimit që ajo pati zhvilluar në vitin 2008 me ministrin e atëhershëm të mbrojtjes së Serbisë, Dragan Šutanovac, të cilin thotë se ka informuar për bisedën që e ka zhvilluar me një person që pretendonte se ishte shofer i kamionit me të cilin janë transportuar trupat e viktimave nga Kosova në bazën ushtarake Pasuljanske livade. Varri masiv i mundshëm në Pasuljanske livade ishte temë e takimit me ministrin e mbrojtjes së Serbisë, Dragan Šutanovac, në vitin 2008. E njoftova se kisha biseduar me një person që pretendonte se kishte qenë shofer i kamionit frigoriferik me të cilin trupat ishin transportuar nga Kosova në bazën ushtarake Pasuljanske livade, ka shkruar Kandić. Sipas saj, ky person ka kërkuar para në këmbim të informacioneve shtesë, por nuk ishte lajmëruar asnjëherë më. Kandić thotë se më njëherë pas saj kishte njoftuar ministrin Šutanovac për informacionin që kishte marrë, por asaj nuk i ishte lajmëruar kurrë. Pasuljanske livade, apo në shqip livadët e fasuleve, konsiderohen vendi ku janë trajnuar terroristë serb, të cilët morën pjesë në sulmin e Banjskës. Kjo bazë është një nga më kryesorët të ushtrisë serbe.